Jo vetëm BDI dhe parti tjera të Frontit Evropian, por për largimin e Besnik Eminit nga posti komandantit të komandës së operacioneve dhe emërimi i tij në pozitën e këshilltarit shtetëror në ministri ka reaguar edhe ish-ministri e mbrojtjes Slavjanka Petrovska. Ajo thot se është surprizuar negativisht nga ky veprim i presidentes. Petrovska thot se kjo është pensionim para kohe për generalin Emini dhe cek edhe një problematik tjetër se dy persona të graduar nga presidentja kanë problem me marrjen e certifikatës së sigurisë nga NATO. Vlerësoj se ky është një hap mbrapa për atë çka nënkupton zhvillimi i proceseve në armat. Më shqetësojnë veçanërisht dy pozita të cilat janë ndryshuar dhe ajo është komandanti i komandës së operacioneve dhe drejtori i shtabit gjeneral. Bëhet fjalë për persona me bagazh profesional të cilët kanë dosje të madhe dhe arritje të madhe profesionale në armat. Ky ndryshim pa kurfar arsyetimi më bën të kuptoj se e njëjta është bërë me presion politik dhe më bën të kuptoj se është vetëm vendim politik. Vendimi i cili në planet afatgjate do ta dëmtoj armatën. Duke ju përgjigjur BDI-s, ka reaguar edhe Vlen. Nga ky koalicion thonë se BDI-a po mbron një person që sipas tyre ka luftuar kundër UÇK-s dhe Ali Ahmetit në vitin 2001. Mbrëm eksponent të lartë të kësaj partie vajtonin publikisht për Besnik Eminin, por brenda natës e mbyllën tendën e tyre, sapo në media doli dokumenti që tregon se ai kishte qenë pjesë e armatës që luftoi kundër UÇK-s. A mund të jetë rastësi që Besnik Emini, pjesë e armatës së Maqedonisë gjatë vitit 2001, u gradua në general pikërisht nga BDI? Jo, sepse gjithçka që ka bërë kjo parti në këto 20 vjet ka qenë në kurriz të shqiptarëve, thon Gavlen. BDI ka reaguar edhe sot. Sipas tyre, heqja e generalit të vetëm shqiptar nga komanda operative ka lënë shqiptarët pa përfaqësim në 4 pozitat më të larta ushtarake. Nga BDI përkujtojnë se për herë të parë, Agjencia e Inteligjencës, Agjencia për Siguri Kombëtare dhe Agjencia Ushtarake nuk kanë asnjë shqiptar në pozita udhëheqëse. Nga BDI thonë se në këtë situatë alarmante, partitë shqiptare në qeveri duhet të ndërpresin rolin e avokatit të politikave anti-shqiptare dhe përjashtuese.